Në atëherë objekti ishte që të azjesonin politikisht Ilir Metën dhe azjesun. Po mbas shumë vitesh. Se është azjesu. Shifrat tonë, jo unë. Shifrat tonë, jo unë. Dhe ky azjesim filloi me 2019 ikën nga zgjedhjet vendore, nga parlamenti etj. Sot këta kanë shans që të përdorin logjikën, të përdorin mendjen dhe të vendosen dhe të presin atë mesazh që kanë dhënë njerëzit për ndryshim, se kanë marrë votën, se s'kan marrë. Thjesht votën se interpretojnë, se nuk i lë egoja që pra këta o duhet të bëhen bashkë për një pol tret, ose këta do t'i haj ujku. Se thash, partia ka dhe statut dhe shefqet. Dhe shefqet, shumë sakt. Çfarë shikoni gjua që po përdor Berisha, që thot nuk do të njoh zgjedhjet. Ajo që ka qenë dhe pritej. Është saktësisht ajo që duhet e di Rama. Pse e thot që nuk do t'i njoh jam zgjedhjet dhe në anën tjetër ka vendosur ta garantojnë që do të ulet në parlament. Atëherë sepse ka vendosur ka seriozitet ky njeri. Sepse ka vendosur në statutin e partisë, se ky ka qenë një nga kushtet që t'largohej Lulzim Basha, ka vendosur statutin e partisë që po të humbesh duhet të japësh dorëheqje. Dhe sigurisht ai se ka ndërmend të japë dorëheqje se ai për atë punë u kthye dhe unë nuk pres të japi. Domethënë nëse do jepte Berisha dorëheqje, njeriu që do të çuditej më shumë do isha unë, se nuk është ai që kemi njohur. Dhe nëse do jepte Berisha dorëheqje, njeriu që do mërzitej më shumë është Edi Rama. Pra, e përsëris prap një montazh që kishin bërë një bust të Berishës para Partisë Socialiste është shumë domethënës. Shumë domethënës, sepse i garanton, ki parasysh, kjo fushat, është një nga fushatat më pathelp që unë mbaj mend. Do ngelet Luli që i thoshte ora me ku i ke shokët, 77 313. Bufi. Do ngelet bufi. Do ngelet Zeqineja. Droga. Do ngelet krimi droga. S'kam parë fushatën këtë radhë. Ja, nuk ka pas. Dhe prandaj thash radhës që shkoj, do shohim cilësinë e këtij parlamenti, se këto që kanë shku kanë qenë katastrofë, por prit se ç'do shohim tani te ky që vjen. Sepse qoftë do të jetë më katastrofë çdo të ndodhi. Me Ligjvansin. Çdo të prodhoi. Po asgjë më ç'do ndodhi. Do ndodhi që ai që ka marrë pushtetin do forcojë më shumë pushtet, sepse ta kam thënë, zgjedha thash në emision apo jo, po jashtë emisionit ta kam thënë. Andreoti ndjes pas një nga figurat më brillante që ka prodhuar Evropa pas luftës së dytë botërore, thoshte: pushteti konsumon atë që nuk e ka pushtetin. Asgjë, Edi Rama do jeti detyruar të bëjë edhe kryetarin e qeverisë, edhe kryetarin e partisë, edhe kryetarin e maxhorancës, edhe kryetarin e opozitës, sepse do t'i bëjë opozitë vetës. Siç bëri tani që rinovoi 2/3 e listave. Çfarë do ndodhi? Ç'a ndodhi pas 2019 kur i mori gjitha? Ç'a ndodhi pas 2021? Ç'a ndodhi pas 2023? Kjo gjë do ndodhi para. Po mirë, kjo nuk vend rrezik demokracinë dhe pluralizmin. Por çfarë është demokracia? Se më çmendet gjithë demokracia dhe pluralizmi. Demokracia është të votosh. Ditën e votimit kesh drejtën të shkosh votosh dhe të flasësh ta shash Edi Ramën gjithë ditën siç e shajmë në studiove. Apo dhe Sali Berishën po desh. Kjo është demokracia. Në momentin kur këta dy mblidhen dhe thonë këto janë rregullat e lojës, me këto rregulla ç'do bësh? Këto pra janë rregullat e lojës. Votosh. Po problemi është se i bëjmë me konsensus ta. Kam bërë 2008 me konsensus, kam bërë 2013 me konsensus, kam bërë 2015 gjithashtu me konsensus, sepse Lulzim Basha pavarësisht se iku për ndarjen territoriale, konsensus ishte dhe ai pra le ta bëj kryesashtu. Bën post çadrën me konsensus, kujtohet ishte edhe një qeveri konsensuale etj. Bën ndryshimet e famshme për zgjedhjet e 2021 me konsensus, bën dhe këto para 3-4 muajsh me konsensus, pse kush e ka bërë? Unë e ti kemi bërë. Do bëj kam bërë. Kujt po i kërkojnë llogaritë?